Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicion e lajmeve të orës 8 këtu në RTK. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka identifikuar një lokacion të ri të dyshuar në fshatin Jabuk të Zubin Potokut, ku dyshohet se mund të ketë mbetje mortore. Sipas prokurorisë, zbulimi është bërë gjatë veprimeve hetimore që po zhvillohen në terren në kuadër të rastit në Zubin Potok. Prokuroria ka bërë të ditur se do t'i paraqesë gjykatës themelore në Prishtinë kërkesë për lejimin e zhvarrimit dhe kryerjen e ekzaminimeve të nevojshme. Pas miratimit nga gjykata, Prokuroria Speciale në koordinim me Policinë e Kosovës, Drejtorinë për hetimin e krimeve të luftës dhe institucionet e tjera përgjegjëse do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për verifikimin e dyshimeve dhe zbardhjen e rastit. Javën që lan pas në Kalludër u zbulua një varr masiv, dyshohet se mbetjet mortore u përkasin 23 intelektualve nga Mitrovica, të cilët sipas dyshimeve të hetimit janë ekzekutuar nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Agjiu, ka reaguar pas identifikimit të një lokacioni të ri të dyshuar me mbetje mortore në fshatin Jabuk të Zubin Potokut, duke e cilësuar atë një rikujtim të rënd të krimeve të kryera gjatë luftës dhe dëshmi se drejtësia ende nuk është vënë plotësisht në vend. Në një postim në Facebook, Agjiu tha se shtrirja e sovranitetit dhe e rendit kushtetues në çdo pjesë të Kosovës ka qenë parakusht për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me dhunë, zbulimin e varrezave masive dhe kthimin e mbetjeve mortore tek familjet e viktimave. Ndërkaq, ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla bëri të ditur se pas zbulimit të varrit masiv në Kalludër, një tjetër lokacion me mbetje mortore është identifikuar në fshatin Jabuk të Zubin Potokut. Sipas Sfeshlës, ky zhvillim dëshmon se Serbia vazhdon të bartë të njëjtën qasje si në kohën e regjimit të Slobodan Miloševićit, duke përmendur edhe udhëheqësit aktual serb Aleksandar Vučić dhe Ivica Dačić. Derisa në Kalludër të Zubin Potokut gërmimet e përditshme po nxjerrin në dritë eshtrat e shqiptarëve të vrarë, pak kilometra më tutje në Rashk, Beogradi zyrtar po i lartëson kriminalët. Trashëgimtari i krye kriminalit Slobodan Milošević, Ivica Dačić, u ngre monumente dhe i shpall heroj ata që udhëhoqën fushatën shfarosëse përgjegjës të masakrave me më makabre në zonën e Drenicës, përfshirë këtu Izbicën, Rezallën, Qirezin e Çikatovën. Arrestimi i të dyshuarit të tretë JR nga autoritetet e Kosovës, zyrtarisht për krime lufte në zonën veriore në Zubin Potok, nuk është thjesht një numër në dosje, por një hallk e këputur e rrjetit të fshehjes së krimeve nga shteti serb. Kjo rikthen në hetim brigadën 37 famkeqe, përgjegjëse për fushatën shfarosëse ndaj shqiptarëve. Një ditë pas arrestimit në Kosovë të një të dyshuari për krime lufte në Zubin Potok, autoritetet serbe kanë arrestuar një shtetas të Kosovës duke e akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile. Ministria e Brendshme e Serbisë njoftoi se në pikalimin kufitar në Horgosh është arrestuar mentor Mustafa, 44 vjeç, nga Jasenovik i Novobërdës. Sipas autoriteteve serbe, ai dyshohet për krime lufte ndaj 2 civilëve në fshatin Klokot në korrik të vitit 99. Sipas njoftimit, Mustafa është ndaluar për 48 orë dhe pritet të dërkohet në prokurorinë për krime lufte në Serbi. Një zjarr i madh ka përfshirë mbrëm kulmin e një shtëpie në rrugën Isa Kastrati në lagjen Matiqan të Prishtinës. Sipas informacioneve paraprake, në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë ekipet e zjarrfiksëve, të cilat kanë arritur të vënë zjarrin nën kontroll. Ende nuk ka informacione zyrtare për shkaqet e zjarrit apo për persona të lënduar. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.
Kosovës.